Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur. Jemi në Asamblen e Partisë Socialiste të Nisës 7 dhe dua më njëherë që ta nis me një falënderim për të gjithë ju, bashkëkryetar, të deleguar dhe shtab të Asamblesë së Partisë Socialiste të kësaj njësie, gjithashtu duke qenë dhe duke shprehur gjithë mirënjohjen për çdo antar, mbështetës e simpatizant të Partisë Socialiste Nisën 7 dhe sigurisht të gjithë Tiranës që na kanë mbështetur dhe na kanë dhënë besimin edhe në zgjedhjet e 11 majit. Dua që ta nis menjëherë me një analizë të punës për Nisën 7 në zgjedhjet e fundit, një njësi e cila për nga madhësia dhe për nga numri i popullsisë, numri i zgjedhësve, është e treta në Tiranë. Është bërë një punë shumë e mirë, në një njësi jo të lehtë, sfiduese, jo vetëm sepse është një njësi e cila ka një numër të lartë zgjedhësish, por edhe sepse mbart sfida dhe problematika të shumëllojshme, dhe dua të them që angazhimi juaj si njësi, si strukturat Partisë Socialiste, ka qenë vërtet domethënës. Kemi arritur që të kemi një rezultat të qëndrueshëm në këtë njësi falë punës tuaj, dhe Tirana në tërësi, nëse flasim për rezultatin e Tiranës të 11 majit, është një rezultat në qëndrueshmërinë e tij. Tirana, qyteti që rritet çdo ditë, Tirana në organizimin politik do të ndahet në 34 bloqe, tashmë ne kemi që në disa asamble të njësive ku kemi prezantuar dhe drejtuesit e bloqeve si pas njësive administrative, dua ta theksoj këtu që jemi të angazhuar maksimalisht të çojmë përpara punët në lidhje me reformat, por edhe me aksionet të cilat janë të vazhdueshme për ne, sikurse është ai i hapësirave publike, duke qenë se edhe tek Njësia 7 është një prej atyre prioriteteve në funksion të qenit pra në komunitet dhe të bashkëjetesës në komunitet sa më mirë. Duke kaluar të organizimi politik, 3 bloqet do të drejtohen nga 3 drejtues, nga Etilda Gjonaj, e cila ka qenë deputetja juaj, por drejtuese politike prej vitesh tashmë në Nisën 7, me një punë vërtet të lavdërueshme, duke qenë se Njësia 7, ashtu sikurse në tërësi veriu i Tiranës janë sfiduese për sa i përket edhe territorit, edhe mënyrës se si duhet punosh për të vajtur në çdo familje, po sigurisht me një ekip të jashtëzakonshëm që jeni ju këtu, gjithë bashkëkryetarët, antarët, deleguarit. Sofiani Aupaj, që është ministri ynë i mjedisit dhe që në fakt tek ju ka qenë i deleguar në disa pra organizata, ka mbuluar një zonë relativisht pra të madhe të Njësisë 7, dhe duke qenë se njeh edhe ka punuar fort me Tildën në fushatën e 11 majit, jam e bindur që do të ketë pra një rezultat shumë të mirë me punën me njerëzit në këtë zonë. Dhe së treti, është Enkelet Musabelliu, i cili është zëvendësministri i ekonomisë, ka punuar në disa fushata, në fushatën e fundit në kombinat si deleguar, për të administruar pra punën në këtë blok për kontaktin me njerëzit, për ristrukturimin e organizatave, dhe së bashku të 3 drejtuesit do të vijojnë, pra do të fillojnë punën në këtë fazë të re që ne kemi nisur për rienergjizimin e strukturave tona, për hapjen e partisë, për më shumë të rinj, për më shumë gra, vajza në strukturat tona, dhe sigurisht për më shumë kontakt me njerëzit për të shpjeguar punët dhe reformat që ne po bëjmë në rrugën e integrimit europian të Shqipërisë. Faleminderit gjithëve edhe një herë për gjithë mbështetjen dhe menimëriet e punës tuaj. Faleminderit. Shumë faleminderit. Besoj që jeni të informuar që ne kemi nisur një proces gjithëpërfshirës edhe të shtrirë në krejt territorin e Shqipërisë për të bërë, si thuash, një rrugë dy punë. Pasi nga një anë kemi zgjedhjet në organizatat socialiste, dhe nga ana tjetër është me vend që të bëjmë një proces bashkëbisedimi në radhë parë brenda nesh, dhe pastaj paralelisht të krijojmë kushtet që të bashkëbisedojmë edhe me mbështetësit tanë që janë rreth nesh. Në çdo komunitet,
çdo qendër votimi, çdo njësi ka shumë gjëra të rëndësishme për të folur, ka të bëjë jo me ne si parti, po ka të bëjë me forcën tonë udhëheqëse për interesat e vendit dhe nga ana tjetër është një moment shumë i rëndësishëm për faktin që jemi tamam në kohë për të filluar të mbjellim rezultatin që pastaj do korrim në zgjedhjet e ardhshme vendore, të cilat janë pas 14-15 muajsh. Jam i bindur që ne jemi fitues edhe për një arsye tjetër që është faktikisht arsyeja që na mbledh sot. I fillojmë gjithmonë përgatitjet shumë përpara tjerëve dhe kur tjerët merren me ne merrim me veten. Dhe patjetër nuk harrojmë që njëkohësisht detyra jonë është të qeverisim Shqipërinë dhe të trajtojmë të gjitha aspektet e jetës së vendit, për të cilat kemi marrë besimin e një shumice dërmuese shqiptarësh, këtë herë jo vetëm brenda, por edhe jashtë vendit. Dua ta filloj këtë bisedë me ju nga Tirana, aty ku e la Ogerda, por sigurisht nuk do të ndalem vetëm te Tirana, se unë besoj që në këtë proces që kemi nisur shumë rëndësishme të flasim dhe për një sër gjërash që merren të mirë qëna, që ne mund t'i dim nga që merremi përdit me to, por shumë kush nuk i di, sepse nuk ka nga t'i dëgjoj dhe s'ka se si t'i marri vesh duke ndjekur kanalet dhe portalet, të cilat merren shumë pak me problemet reale dhe me punët e Shqipërisë, dhe me departet reale, dhe merren në pjesën më të madhe të kohës me llafe, me tashetheme, me gjysmë vërteta, me gënjeshtra, me akuza, kundër akuza, duke kthyer faktikisht të gjithë hapësirën e debatit, komunikimit publik në një pazar të madh ku zihen si tenxhere gjithë burimet e informimit. Për shembull, ishte sferakolare, ishte e pabesueshme edhe për mua që besoj që nuk ka më çfarë më surprizon, që ne mblidhemi në një mbledhje të zgjeruar të grupit parlamentar me qeverinë, gjë që e kemi vendosur ta bëjmë çdo fund muaji, për të trajtuar tema specifike, për të dëgjuar qeveria, deputetët qeverinë, i kushtojmë orë të tëra në këtë rast çështjes pronave, çështjes shërbimit të kadastrës, problematikave në këtë shërbim, ecurisë, reformës në kadastër, shumë gjërave pozitive që janë bërë, shumë gjërave që duhet vazhdojnë të bëhen. Pastaj flasim për reformën administrative territoriale, ku kryetari i komisionit, bashkëkryetari, prezanton gjithë analizën e bërë në këta muaj të dhënave demografike, të dhënave financiare, skenaret e tjerë. Pastaj bëjmë dhe një tjetër sesion për pikërisht temat e komunikimit dhe për këtë fushat brenda partisë dhe rreth partisë. Fillojmë në orën 11, dalim në orën 6, edhe mediat kombëtare
nuk po diskutoj tenxhere dhe vogla apo ato të mbushura me helm që në mëngjes, po media kombëtare raportojnë për publikun çfarë i tha Edi Rama njërës e qarë i tha Edi Rama tjetër. Natyrisht që shqetësimi nuk është ky. Njerëzit kanë votuar dhe duan të dinë gjëra të tjera. Njerëzit janë të shqetësuar me drejtë, siç jemi të gjithë shqetësuar për çmimin e naftës. Kjo është reale. Është jeta reale. Çmimi i naftës që rritet si rezultat i një lufte që as e kemi hapur ne, as na ka pyetur njëri ne a duam ta hapim apo jo, dhe që është një luftë kundër një vendi ku ka një regjim që është armiqësor ndaj nesh, Shqipërisë. Megjithatë, nuk është e para më. Tani më besoj që njerëzit e kanë kuptuar se në fillim ju dukej si çudi që si impaktohemi ne nga një krizë që ndodh gjatë. Që nuk është më gjatë, po është në të gjithë dynjan, sepse çmimi i naftës nuk është se rritet në Shqipëri, është rritur kudo dhe ka shkuar edhe shumë më lart se sa këtu në disa vende që janë në mes të Europës. Dhe patjetër që ajo që ka interes për njerëzit është çfarë po bëjmë për këtë. Çfarë mund të bëjmë dhe çfarë po bëjmë. Faktikisht, sepse faktikisht po bëjmë diçka shumë të rëndësishme. Te nuk kemi në dorë edhe të duam që ta ulim çmimin e naftës aty ku do të dëshironin gjithë. Ose që ta bëjmë të padukshme rritjen në kushtet kur nafta kërcen përtej asaj që është zakonisht, dhe zakonisht është më lart se sa në disa vende rreth rrotullit, sepse ne aty kemi edhe taksën e qarkullimit. Dhe ne kemi bërë llogarinë. Nëse ne e heqim taksën e qarkullimit nga çmimi i naftës, çmimi do të bjeri. Por ama të gjithë ata që kanë një automjet do duhet paguajnë 4 fishin e asaj që ju bie sot, mesatarisht. Disa ju bie edhe më pak, disa do ju bie edhe më shumë. Atëherë në vend se t'i ngarkojmë me 4 fishin të gjithë, ne kemi menduar që më mirë kush shpenzon më shumë naftë, paguan më shumë. Kjo është logjika. Kush shpenzon më pak për naftën, paguan më pak. Pra, në një farë mënyre, ata që djegin më shumë karburant janë dhe ndotës më të mëdhenj. Dhe ata paguajnë më shumë. Por, përtej kësaj, që është struktura që ne kemi në çmimin e naftës, ne kemi marrë përsipër tani të bëjmë një transformim të thellë të gjithë mënyrës se si zhvillohet aktiviteti në tregun e naftës, duke krijuar një kompani publike, e cila do të marrë përsipër të garantojë rezervën strategjike të naftës, pra se gjërat nuk e dim si shkojnë në këtë botë, se kjo botë sigur nuk po ka ndërmend të qetësohet edhe të vijë në vete. Dhe rezervat strategjike janë shumë të rëndësishme sepse nuk mund të rrezikojmë që të mbetemi pa naftë në një moment caktuar, në një kohë caktuar, sepse e kemi sot këtë rrezik, por për t'i dalë përpara gjërave në të ardhmen. Dhe nga ana tjetër duam që kjo kompani publike të jetë edhe furnizuese e naftës. Dhe duke qenë furnizuese, të ndikoj në çmimin e naftës duke mbajtur anën e konsumatorëve, jo anën e distributorëve. Nga ana tjetër, kemi krijuar një kompani
publike, një kompani të përbashkët me Emiratet e Bashkuara, e cila ka zëvendësuar praktikisht disa nga praktikat jo të suksesshme koncesionare që ne trashëguam. Trashëguam një koncesion për pullat fiskale, trashëguam një koncesion për markimin e naftës, të cilat ishin dështime. Mirë, po markimi i naftës ka shumë rëndësi për të mos lejuar që të futet në rrjetin e shpërndarjes naftë kontraband apo e një cilësie më të keqe. Dhe nëse markimi, pra produkti që bën shenjimin e naftës, është një produkt i dobët, siç ishte ai që ishte si boj që fshihej, atëherë ti nuk markon asgjë. Dhe shumë shpejt ne do të fusim një produkt shumë të fortë, i cili do të jetë i pamundur që të shmanget, që të manipulohet, që të fshihet, dhe kjo do bëjë që ne ta kemi në kontroll produktin. Tjetra është nafta tranzit, e cila është një tjetër zonë gri e hapësirës së tregtimit naftës, sepse futet nafta për të kaluar tranzit, vjen nga deti për të dalë në tokë nga kufit e vendeve fqinje, por gjatë rrugës ndodh që nafta mbetet tu, boti mbushet me ujë dhe del andej, që do të thotë kontraband. Një produkt tjetër që do të fusim tani është produkti i ndjekjes së saj të naftës tranzit me një shenjë që është e pa lexueshme, e pa kuptueshme dhe që për cilën nuk ka dieni ai që bën transportin, dhe që ndiqet nga qendra. Pra, janë zhvillime teknologjike që do të na mundsojnë që të kemi më shumë kontroll në tregun e naftës. Këto ne mund t'i themi, por pyetja është se ku i dëgjoni ju, se këto janë shumë pa rëndësishme në krahasim me çfarë i thash unë kujt kur ishim në një mbledhje. Kjo është e rëndësishme. Ky është lajmi që duhet di populli shqiptar. Ashtu si kundër, janë një sër gjëra tjera për të cilat po të dëgjosh dhe të ndjekësh jetën politike, jetën ekonomike, jetën shoqërore nga tenxheret mediatike, mund të besosh, mund të arrish në përfundimin që këtu është bllokuar procesi i negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Ndërkohë që kjo është 100% e pavërtet. Procesi i negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian ecën sipas planit. Kemi një kalendar të dakordsuar me Komisionin Evropian, kemi në tryezë një raport të Komisionit Evropian për këtë fazë negociatave që është absolutisht pozitiv, dhe ndërkohë të gjitha ekipet tona vazhdojnë punën për negociata. Kjo është e vërteta. Siç është e vërteta që ekonomia vazhdon të rritet në mënyrë qëndrueshme. Për shembull, ne kemi shumë të dhëna për cilat mund të flasim, por për të mos ju lodhur, mjaftojnë të dhënat që konkretisht njerëzit i verifikojnë vetë kur marrin pagën. Pagat në sektorin publik janë rritur, tani kemi hyrë në një fazë që më në fund po njohim dhe vjetërsinë në punë. Vjetërsinë në punë të mjekëve, vjetërsinë në punë të infermierëve, vjetërsinë në punë të ushtarakëve, vjetërsinë në punë të mësuesve, gjë që nuk e bënim dot përpara jo se s'donim ose se s'dinim që duhej, po s'kishim mundësi. Po pse kemi mundësi sot? Sepse është rritur ekonomia dhe janë rritur të ardhurat. Pra, si mund të shpjegohet që ndërkohë që rritet korrupsioni sipas tenxhereve, rriten dhe të ardhurat e shtetit? Si mund të shpjegohet që ndërkohë që rritet korrupsioni në prokurime, rriten kursimet nga prokurimet? Këto dy gjëra nuk shkojnë bashkë, as në rastin e parë, as në rastin e dytë. Dhe rriten paga në sektorin publik, rriten pensionet, të cilat janë në vitin e parë të rritjes tyre, sepse ai
bonusi I përmuajshëm do të dyfishohet në janar të vitit ardhshëm. Pra, gjithë vitin e ardhshëm pensionistët do të shikojnë dyfishim të asaj mase që është rritur këtë vit, do të trefishohet në vitin 2028, do të katërfishohet në vitin 2029 dhe do të pesëfishohet në vitin 2030. Po pse? Sepse janë rritur mundësit, sepse është rritur ekonomia dhe kështu ne kemi arritur të mbledhim më shumë të ardhura. Por kemi arritur të mbledhim më shumë të ardhura pa I rritur taksat. Vazhdojmë të jemi I vetmi vend në Europë, I vetmi vend në rajon, se Europa I ka shumë të larta, apo I vetmi vend në rajon që ka 0 taks për biznes e vogël, dhe këtë kemi thënë do ta mbajmë deri në vitin 2029, dhe kemi shkruar në ligj. Dhe që ka pa të vëshë biznes e vogël deri në 100.000 euro xhiro. Nuk janë pak. Por në ndërkohë shohim që ka ardhur koha të krijojmë programe të veçanta për të rritur ndërmarrjet, sepse janë krijuar shumë ndërmarrje të vogla, të cilat kanë kapacitet të rriten, por kanë nevojë për financim. Dhe ne po punojmë dhe do të dalim për pak kohë me programin dyfishon ndërmarrjen, që do të thotë do t'i vëmë dispozicion të gjithë atyre që duan ta dyfishojnë ndërmarrjen e tyre, instrumenta financiar kredish të garantuara nga shteti. Ne bëjmë një hap të rëndësishëm duke shpallur paketën e maleve për t'ju thënë gjithë atyre që kanë një tokë të trashëguar në fshat apo që duan të investojnë kursimet e tyre nga emigracioni në një shtëpi të vjetër në fshat, për ta kthyer në një agroturizëm, për ta kthyer në një pikë përpunimi e kështu me radhë, dhe ata thonë do ta marrin oligarkët edhe fshatin. Do marrin malet oligarkët. Në Shqipëri nuk ka oligark. Dhe kush e ka përdorur dhe përdor me pasion këtë fjalë, shikojeni, kur e dëgjoni të fjalë, shikojeni fytyrën e atij që e përdor, kushdo qoftë. Dhe do shikoni që janë njerëzit që janë kaq të traumatizuar nga propaganda e regjimit kaluar, saqë ju ka mbetur në tru kulaku. Po nuk thonë do kulak tani, edhe I quajnë oligark. Por në fakt është urrëtia e vjetër me njerëzit që kanë më shumë, pavarësisht se këta njerëz janë njerëz që krijojnë punë, që kanë mijëra familje që ushqehen nga sipërmarrjet e tyre e kështu me radhë. Gjithsesi, paketa e maleve nuk ka lidhje fare me ta. Nuk ka lidhje fare me ta. Paketa e maleve është eksaktësisht për ata që kanë realisht një tokë të trashëguar dhe që në shumë raste, siç ndodh për shembull në veri, nuk kanë titull të pronësisë. Dhe I jep mundësi atyre që të mund të investojnë duke provuar përmes Këshillit Bashkiak se janë pronar aty. Si? Sepse nuk e kanë njohur 7501, nuk e ndajnë tokën sipas 7501, por e kanë njohur kufit e njëri tjetrit, sepse e kanë tokën të trashëguar nga më parë dhe nuk kanë konflikte me njëri tjetrin. Por ama ligji, ne bëm një ligj që t'i afroheshim një zgjidhje, por prap mbetet një ligj I komplikuar se kërkon shumë aprovime nga të tjerët. Ndërkohë që me paketën e maleve, thjesht dhe vetëm njeriu shkon në Këshill Bashkiak dhe thotë kjo është toka ime. Dhe Këshilli Bashkiak përpara se të marrë vendim, shpall gjithë pretendentët dhe nëse s'ka ankesa nga fqinjët, rreth e rrotull, I jep të drejtën që të zhvillojë bujtinën, agroturizmin, fermën e vogël e tjerë. Kaq e thjeshtë është paketa e maleve. Dhe kemi pasur shumë aplikime dhe do vazhdojmë, ndërkohë që kemi vënë një kusht që asnjë kryetar bashkie që do të dojë të rikandidojë, nuk do rikandidojë dot nëse nuk ka nënshkruar 10 marrëveshje
dhe nëse nuk I ka hapur rrugë 10 zhvillimeve me paketë male. Më shkruan të dikush një dashamirës që mos kërko 10 kudo se s'ka mundësi. Jo. E kundërta është e vërtet. Në çdo cep të Shqipërisë ka mundësi të bëhet një agroturizëm. Kjo është mrekullia e vendit tonë dhe agroturizmi është rruga për të krijuar mirëqenie edhe në pikën më të humbur, sepse nuk është pamundësi për të nxjerrë prodhimin në treg nga aq larg, por është një mundësi që të vi tregu tek ti. Vjen vizitori, vjen turisti tek ti, se vjen pikërisht për të kërkuar atë gjë, atë që ke ti atje, atë gjën e veçantë që ke ti atje. Dhe niset nga Tirana, ose vjen nga Spanja, ose nga Anglia, ose nga Amerika, nga Norvegjia, që të vi atje të shijoj pikërisht atë dritën e hënës që I ofron ti në vend të dritave elektrike. Deri këtu shkon agroturizmi. Dhe historitë e gjithë agroturizmave që janë krijuar, sepse nuk ekzistonin përpara se ne të vinim në detyrë, e tregojnë që është plotësisht e qartë që çfarë fiton me një agroturizëm në tokën e të parëve, në Shqipëri nuk e fiton kur duke punuar për tjerët jashtë. Shumë e qartë. Por ti mund ta ndërtosh bashkë me vllazërinë apo me shoqërinë një agroturizëm, mund të vazhdosh të rish jashtë, nuk të detyron njëri të vish me zor këtu. Ndërkohë që, siç e keni parë, besoj që e keni ndjekur, paktën nga një bisedë që kam pas në podcast me profesor Arjan Gjonçën, që të dhënat flasin që po fillon të kthehet trendi midis ikjeve dhe kthimeve. Nuk jemi natyrisht në kushtet kur kemi më shumë kthime se ikje, por ama po fillon të kthehet. Berati për shembull ka më shumë kthime se sa ikje. Dhe është rezultat I ekonomisë që është krijuar atje, nga ekonomia e turizmit në Berat. Por është rezultat edhe I zhvillimit të bujqësisë atje. Këto janë gjëra që janë nevojshme të fliten. Ne jemi Partia Socialiste. Qëllimi jonë është që të bëjmë Shqipërinë më të mirë, të bëjmë Tiranën më të mirë, të bëjmë lagjen ku jetojmë më të mirë, të bëjmë shkollën për fëmijët më të mirë, të bëjmë shërbimin shëndetësor më të mirë, të bëjmë çdo gjë më të mirë. Ky është qëllimi, ta bëjmë Shqipërinë më të mirë në fund ditës. Flasim për korrupsionin, po sot korrupsioni luftohet më shumë se që luftuar në njerë në historinë e gjithë këtyre zhvillimeve. Patjetër. Patjetër. Dhe natyrisht që këtu nga një anë është spaku, gjykata speciale, drejt pushteti gjyqësor, nga ana tjetër është gjithë përpjekja jon për të reformuar sistemet, për t'i bërë ato më pak të prekshme nga korrupsioni. Ne sot jemi në vendin e parë në rajon për prokurimet publike, nga pikpamja e cilësisë prokurimet publike. Dhe unë e di shumë mirë pse. Se kemi bërë transformime shumë të mëdha në mënyrën se si funksionojnë prokurimet publike. E dini ju që prej kohësh tani më ministrit nuk bëjnë më tender. Jo vetëm nga ministrit, po dhe nga shumë agjenci, tendrat janë hequr. Dhe bëhen nga një institucion përkatës që merret vetëm me atë punë dhe që ka marrëdhënie me institucione homologe në vende të tjera. Sa më shumë luftohet, aq më shumë dalin në pa probleme, por janë probleme e trashëguara. Pse? Sepse nuk është luftuar kurrë më parë dhe prandaj edhe puna e institucioneve speciale e spakut është gërmo edhe në vite më parë. Dhe është okay, puna e tyre, nuk është puna jonë kjo. Ne prandaj e kemi pavarësuar drejtësinë. Po është e pabesueshme që të diskutohet fakti që nëse sot ka një drejtësi që vepron pavarësisht nga, kjo I dedikohet ekskluzivisht kësaj partie dhe I dedikohet ekskluzivisht reformës që ne kemi bërë. Drejtësia duhet të jetë e pavarur, pra shpatën e ka vetë, duhet të jetë e paanshme, pra syt I ketë mbyllur, nuk ka rëndësi kush është kush, rëndësi ka darje drejta dhe duhet të jetë balancuar për t'i peshuar të gjitha. Po nuk ka pasur Shqipëria ndonjëherë përpara kësaj periudhe
hetime të zyrtarëve të lartë, ngritja akuzash, etj. Shqipëria ka pasur qeveri që nga 1912, apo akoma sot Shqipëria ka nevojë ta përmirësojë të gjithë sistemin e pushtetit vetë ekzekutiv. Edhe pse është 100 e ca vjeçar. Institucionet e reja drejtësisë janë 5 vjeçare. 6 vjeçare, 7 vjeçare. Nuk mund të presësh që të veprojnë në çdo rast si autoritet i pa gabueshëm. Dhe kjo është situata. Dhe ne duhet jemi shumë të vendosur në këtë, po dhe njëkohësisht duhet jemi shumë të qartë se këto janë meritat tona, të pa diskutueshme. Historia do t'i thot shumë qartë to, e sot mja mund t'i ngatroj. Dhe kush nuk informohet si duhet, mund ngatrohet shumë shpejt, duke dëgjuar lloj-lloj zhabulanësh që shfaqen nga mëngjesi deri në darkë në të gjitha llojet e tenxhereve, nga tenxheret e bulevardit tek ato qafçufet e portaleve. Duhet jemi sigurt që askush këtu nuk po krijon mendimin që un jam i lumtur edhe që gjithçka po shkon mirë edhe që probleme s'ka, jo, fare. Fare. Thjesht socialist, thoshte Pandeli Majko, cilin e përshëndes, është e barabartë me thjesht i pakënaqur. Unë duhet jem më i pakënaqur nga të gjithë. Jam i pakënaqur sepse shumë gjëra mund të bëhen më mirë, shumë gjëra mund të bëhen më shpejt. E kam thënë, nuk është sekret. Ja kemi hequr duart partisë nga mësuesit. Kur ne morëm detyrën, edhe drejtorët e policisë vendoseshin me politikë. Edhe çdo mësues, çdo infermier vendosej me politikë. Ishin bërë mësuesin si lecka, që i hidhnin nga një anë tjetër. Nuk bëj fjalë që çdo polic caktohej me politikë. Ja hoqëm mësuesit, ja hoqëm mjekët, ja hoqëm infermierët, ja hoqëm në një pjesë shumë madhe administratën publike, shërbimin civil, partisë. Çfarë do të thotë kemi hequr? Do me thënë që institucionet bëjnë punën. Dhe Partia Socialiste vlerësohet për punën. Sa jemi ne? Ne jemi 65.000 aktiv. Që jemi të organizuar, që punojmë etj. Po sa na votojnë ne? 800 kusur mijë. Po mirë, nga ata njerëz që na votojnë ne dhe që ne nuk i njohim fare. Çfarë kusuri i kanë X dhe Y-it që t'i dali përpara dhe t'i zori rrugën fëmijës tyre? Për nipin, për kushurinë e vjerrës. Këtë duhet ta kuptojmë shumë mirë. Sepse kemi një mision shumë të madh. Është një mision historik. E ka sjell jeta jonë, e kanë sjell yjet, e ka sjell gjithë mënyra se si është rrotulluar bota, që për herë të parë Shqipëria dhe shqiptarët ta kenë fatin me vete. Por ama, Zoti thot, më ndihmo të ndihmoj, thonë. S'kemi qenë kurrë kaq afër një gjëje kaq të madhe që përfundimisht ta vendosim vendin tonë dhe fëmijëve tanë në një pozicion ku askush më nuk mund na kthej përmbys rrugë të fatit. Ju e jeni këtu shumica, se ka dhe fytyra të reja që nuk i kam parë, po shumica janë bashkëluftarë për një kohë gjatë. Mirë po ndërkohë që juve bashkë me mua dhe me Etildën këtu, që dua ta falenderoj se ka pasur shumë rezistencë nga koha kur e ka filluar dhe më pas, njësia është rritur. Nuk është njësia që ka qenë. Ne duhet të forcojmë organizimin në mënyrë të qëndrueshme. Po të shtojmë forcën e grave prezente, do kemi më shumë sukses. Kjo është e sigurt. Gratë socialiste sidomos janë realisht shumë kur janë, nuk diskutohet.
Dhe dua ta mbyll me një falënderim jo formal fare, sinqerisht. Dua ta falenderoj Etildën. Do ta shpjegoj falënderimin. Dua të dini që keni tek Etilda një person të jashtëzakonshëm. Dhe nuk besoj që keni nevojë për t'ju treguar se kush janë ata, por nuk duhet në vlerësuar asgjë. 83 mandate ne nuk na I fal askush. Ka vetëm një arsye të madhe pse ne I arrim edhe 83 mandate, sepse ne kemi parti. Ata s'kan parti, aty andej kanë marrë fund partit. Nuk ka parti atje që të mblidhen kështu, siç mblidhemi ne me kryetar organizatash, me organizata, ku kanë ata? Atje janë. Kjo është forcë e madhe që kemi dhe duhet ta përmirësojmë, duhet ta freskojmë, duhet ta motivojmë, sepse kjo është forca jonë. U është edhe ai ballisti aty, Alit Valteri. Kujtonte se kishte Ika, thoshte nga partia, po ç'parti parti ike ti? Ike nga një hale atje. Edhe erdhe që edhe parti këtu. Edhe nuk I ndahet më zemra nga Partia Socialiste, dhe ballisësh deri në fund. Po nuk I ndahet, marrë ca të tjerë, po ti marrë pra, po ku të marrë, këtë marrë. Ne I presim të gjithë, mirë se të vinë. Jo më I duam të gjithë, jo s'ka që I doni, të gjithë I duam. Ne I duam të tërë të vinë këtu, në rregull jemi. Këto kisha unë, edhe herë. Faleminderit.